Presidenti kinez Xi Jinping në takimin që zhvilloi në Pekin me princin e Kurorës, Zayed Al Nahyan të Abu Dhabit, i paraqiti këtij të fundit një plan me 4 pika për paqen dhe stabilitetin në lindjen e mesme. Agjencia shtetërore e lajmeve kineze, Xinhua, tregoi 4 pikat, të cilat janë ruajtja e parimit të bashkëtesës paqësore midis shteteve të Gjirit, ruajtja e parimit të sovranitetit kombëtar, ruajtja e parimit të sundimit ndërkombëtar të ligjit për të parandaluar kthimin e botës në ligjin e xhunglës, si dhe pika e 4, ruajtja e parimit të koordinimit mes zhvillimit dhe sigurisë. Ndërsa presidenti kinez paraqiti 4 pikat për paqen dhe stabilitetin në lindjen e mesme, princi të Kurorës së Emirateve në Washington priten të vijojnë negociatat midis Izraelit dhe Libanit në rang ambasadorësh, ku nuk mungon edhe sekretari i shtetit Marco Rubio. Media amerikane Axios raporton se bisedimet priten të fokusohen në përplasjet e Izraelit dhe Hezbollah, por edhe në pushtimin e Izraelit në Libanin Jugor, si edhe në mundësinë e një armëpushimi e çarmatimi afatgjatë të Hezbollah.